Në këtë pjesë ku ne jetojmë në aspektin e sigurisë brendshme e nderuar, ka një qetësi shumë të mirë, si në çdo qytet të Republikës Kosovës. Problemet janë të njëjta, sikurse në çdo qytet tjetër të Kosovës. Ajo çka është tepër me rëndësi për Republikën e Kosovës, për qytetarët e këtij qyteti ma tonë Lumi, Tiber dhe Këndej, ka qarkullim tepër të mirë, nuk ke incident etnik, por ne problemin e kemi nga jashtë. Do me thonë, problemin ne na vjen gjithmonë nga Serbia, gjithmonë tashmë, jo për destabilizim, por për tentim destabilizim të Republikës Kosovës, duke instrumentalizuar me fuqinë më të madhe që kanë. Që prej kohës, do me thonë, të Miloševićit, pastaj edhe me këtë presidentin, do me thonë, Vučić, duke i pas gjithmonë parasysh dhe mos i haruar kur ato problemet e brendshme që i ka, që nuk mohen me në aspektin e sigurisë deri më sot. Dhe ku ta zhvendosa i vëmendjen e tij, ose në Republikën e Kosovës, ose në Bosnjë, por edhe në pjesë tjera të Ballkanit, sepse gjithmonë e ka me vete, domethënë, Rusinë, dhe Rusia është tepër e interesuar që të marrë diçka në Ballkan, ato tensionet e saj. Lufta hibride në Republikën e Kosovës është në pikun e saj, ka qenë edhe më përpara, por është edhe tash, unë mendoj që do të vazhdoj edhe në të ardhmen deri në njohjen reciproke